terrible. Do me thonë, s'po di as ku me janis. Menej që gjanat kanë shku të u bo keq e ma keq për gjizën prej momentit kur ka vendos me shku me qëtë kadent të zonit. Që ky internacion i zonit i ka shkaktu ma shumë dome këti se gjithë shka tjetër. Qëre tash, për me në mvizuaj dhe e krasojna tash që të zo me një top performant gjizit para 13 vjetë. Qëre tash, kjo i ka bo 2 vjetë, unë s'po thëmë kjo me u këthy në rini para 15 vjetë, kur i ka pos 25-30 vjetë, apo kupten, mirë po të pakten me zhvillu qito, me marrë edhe me shtjelu, jo ti me shku me të kundërtën edhe me bo si me thonë shumë ma keq, se sot gjithë shka tjetër që ke bo të njetën, do me thonë e ka perfect opportunity, se është ma i vjetëri, e ka jetë gjatësin ma të madhe në skenë edhe ka mujt me maksimizu edhe me nëzjerë gjona shumë ma të mira edhe me punu me brendin e vetë shumë ma shumë, si me thonë, me mojtë respektin të na, qita që ja kena vlerësu qito edhe i kena këshyrë si për një me ma të madhe në vend gjizin, për me kalum diçka që ta shte është krejtësisht e pa mishrushme, do me thonë. Thjesht po e ki shumë të shtirë, kur po e njën që ashtu të performu me intonacion, për me te i kalu edhe me i gjetë aspekte pozitive, mos nej në përkong, për shkak se qatë shumë po merë vëmendje që ky model, so po ta pa mundëson me të pëlqy gjithë shka rëthi, mos nej edhe stili, frizura, mënyra që po veshet, në kombinim me që të zohe kam bo me hup qatë reputacionin edhe nivelin që e ke këqyr gjizin ma herët. Qa qdo këti i shkoputëm prej dikujna që e ka bo vetëm apo mhan, ose i kam, ose po të shopër mas, a e ki përshtypjen që tash ki të bëj me një person krejtësisht tjetër. Bebe, që ajo që e ngu më shkong super adopt. Do me thonë, s'moj me imaginu vetën të elshu që ato me ngu për qef. Edhe sharp nës në lirik se ka hup, po t'inglon shumë weird edhe uncomfy, po t'bën me unik kur po t'regohet eksplicit, si që aty kur po thot të hocicëm, bebe. Për shkak se ky për një kohë shumë gjatë pa të hjek dorë prej eksplicitetit, duke u shëndru me një artist shumë ma konvencional, që ka qef ma shumë me rujt rahatin, se sa me push edhe me diktu val, trend ose me take over, me marrë përgjithsi me udheq, vetit cilat i ka pas ma herën, du me thonë. Për me kuptu që ka po thëmë, thjesht ashte ngojeni e nëzomne dhe kthehoni ngojeni qito. Edhe e kupteni për çfar ronjen se cilin aspekt po flasim. Pisyve tu e ku marrë si punë e bomme, ty ta kërkoj të s'ke kallëzu që je nëzomme, para me në qato me ngu edhe qito qitash. Me nej që gjize at this point, sigurisht është i fokusu ma shumë gjona tjera, edhe nuk e ka energjin edhe dëshirën për me qenë figur që udheq, e tani që kjo menej që i ka ndiku kë me ngu muzik ma pak, me umor me gjonat përditshme ma shumë është familjar, nëse nuk je konstant të ngu muzik, nëse nuk je konstant në hap me trendet, me ditë që ka është të ndodh me muzikën rrofshin global, edhe me qenë koherent me qito dinamika, vjen që të pik, ndodh që kjo që ka ndodh, do me thonë. Mos harrëni, që të video e ka mundësu posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Po ashtu edhe Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën top kualitet derivatit.